Edhe dua ta përmend nga jeta e Davidit. Jeta e Davidit, nëse e njeh Davidin, edhe e njeh, ku e kemi njoft natë? Nëse ke lexuar për të në Bibël, te 1 Samuelit, 2 Samuelit, është ajo jeta e Davidit që është fillimi ishte grop fare. Fillimi i jetës Davidit ishte minus. Ishte një nga 8 kalamajt që kishte Isai, edhe ishte i fundit nga kalamajt. Edhe nëse unë jam rrit me familje me shumë kalamaj, ne kemi gjenë 6 kalamaj, po e gjete qa bën i vogli kalamajve. I vogli kalamajve bë punët që se ka qef asnjëri. Edhe në këtë rast, David ishe më i vogli, edhe asnjëri s'kishe qef shkote me dele, po e gjete këtë që me dele. Davidin, që përmërgojnë, hec aty rruj delet. Edhe e njëjta gjë ka ndodhur për ne, kam betën këtë motrën e vogël, të kërkoj ndjes motrën e vogël, që të është dash me shku kështë disa herë me dele, vetëm se ishe e vogla, ti s'këshe qef, asin nga ne s'këshe qef, po kjo është pjesa të qerit i vogël, është i vogli bërë ato punë që s'këshe qef as njëri, edhe kështu ishte në rastin e Davidit, kur e shikoje me syrë njerëzor, nuk ishe asgjë që mund të dalloje që Davidit thoje, ky çun ka për të bëjë dikush i ditë. E shoh nga numri i kamës. E shoh nga followersat në Instagram. E shoh nga e ka i gjë ky. E ka i gjë. Ky s'kisha asgjë. Nuk isha asgjë që mund të dallojë të thojë që ka diçka të ky njeri. Është edhe shiko, ama Davidi kur shikon jetën e tij të mbyllur, u bë mbret, luftëtar, poet, model, matëse leadershipi, që njerëzit në historinë pas ti krahasojshin mbretit me të. Ka qenë si Davidi? S'ka qenë si Davidi. Ka qenë si Davidi? S'ka qenë si Davidi. Ishe peshora matëse. Ja si përshkruhet e veprat kapitulli 13:22, thuhet kështu. Pastaj Perëndia e hoqi Saulin mbretin para tij, dhe u ngjalli atyre si mbret Davidin. U ngjalli ka kuptimin e ngriti, gjeti dikë ri, për të cilin dha dëshmi, Perëndia dha dëshmi duke thënë, kam gjetur Davidin, birin e Iseut, njeriu sipas zemrës sime, i cili do të zbatoj të gjitha vullnetet e mia. Ajo që është e veçantë këtu, ajo me të verdha dha dëshmi kur Zoti jep dëshmi për dikë. Zoti jep dëshmi për Davidin. Është shumë e veçantë. Edhe është kur Perëndia, po pyetja është, ore si u bë ky çun i vogël? Si u bë ky bariu, ky djaloshi çoban mbret sipas zemrës së Zotit? Si arriti ky? Edhe shiko, po të shikosh nuk ishte tek aftësitë e tij, dhuntitë e tij, por ajo që duhet të shohim sot një kënd tjetër, ishte tek rrethi i miqve të tij. Ishte tek njerëzit që kishte rreth i qark. Ishte tek bashkësia e tij me 3 njerëz kyç. Këto njerëzit, nëse s'do ishin këto njerëzit, nuk do lexohej vepra 13:22 që thot ishte njeriu sipas zemrës së Perëndisë. Edhe uroj shumë që ti do t'i gjesh këto njerëzit që do të smadhojnë ty, do t'i gjesh të grupet e vogla. Hajde shohim çfarë bën këto 3 njerëzit për Davidin, që t'jemi gjithë sy e vesh të grupet e vogla, ku ose fillojnë në grup vogël, ose bëu pjesë e grupet vogël. Pastaj themi ku shkojmë në grup vogël, ose do kërkoj për këtë gjëra, ose do jem unë për dikë duke bërë këtë gjë. Hajde shohim, i pari ishte Samueli. Edhe dhe 1 Samueli, kapitulli 16, vargje 12-13, thot kështu. Kjo është. Atëherë, dhe Zoti tha, ngriu vajose, fiks kjo është, edhe Zoti tha, ngriu vajose se ai është, ai çobani është. Edhe atëherë Samueli mori bririn e vajit dhe e vajosi para 7 vëllezërve të tij më të mëdhej, vajosi këtë të voglin, edhe që nga ajo ditë, sa bukur, fryma e Zotit zbriti te Davidi. Edhe fryma e Zotit, po flasim në kohën para Krishtit, ishte tek 3 burra. Mbreti, profeti, kush ishte tjetër, tash e ngatrova. Edhe kryeprifti ose prifti,
tash është mbreti, ndjes, se mos bëjnë gabim teologjik. Kështu që njerëz të veçantë kishin frymën e Perëndisë. Nuk është si pas Krishtit, ku perdja e tempullit u qa, edhe kushdo që zgjedh Krishtin, fryma e shejt banon në atë person. Në këtë kohë ishte shumë ndryshe. Edhe fryma e shejt zbriti tek Davidi, edhe e bukura e Samuelit, shiko, ai pa te Davidi diçka që nuk e shikonin të tjerët. Se shikonte as Davidi tek vetja. Prandaj, kur jemi bashkë, kur mlidhemi te grupet e vogla, e para dua të them këtë. A më ndihmon me slajdin e radhës? Kur jemi bashkë, le të shikojmë më të mirën tek njëri tjetri. Le të shikojmë më të mirën. Kur jetë grupi i vogël, të tjerët do shikojnë se çka ka Perëndia për ty. Edhe është ose anasjelltas ti e aty, edhe shikon çka ka Perëndia për atë. Edhe ti ke një fjalë inkurajimi, një fjalë nxitse për t'i nxit njerëzit që ta shikojnë veten, si ta shikojnë veten, me sytë e Perëndisë. Shiko, disa herë tek vetja jon shohim vetëm gabimet. Shohim atë që shkon, shohim të mejtat që kemi, fajsojmë veten, por lavdi Zotit që ka njerëz tek grupet e vogla që kur shikojnë tek ty të shohin me sytë e Perëndisë. Nuk shohin si që shefti veten, të shohin me sytë e Perëndisë. Edhe tek Ishmaelja ne bën një lloj praktike, I see in you, unë shikoj tek ty, unë shoh atë që shikon Perëndia tek ty. Unë nuk shoh tek ty atë çunin ose atë burrin që harroi pjatën pa ngrit nga tavolina. Ose në gjë tjetër, tensioni që mund të shofi burri ose gruaja, ose unë nuk shoh këty atë çunin që ka arpa detyra sot, ose atë gocën që ka arpa detyra sot. Unë shoh me sytë e Perëndisë, ashtu siç Perëndia të shef. Edhe unë për vete jam shumë i njoh Zotit që ka pas njerëz të tillë dhe një nga ato ka qenë Voni, që pa diçka tek unë, që ose shifja tek vetja para 16 viteve, edhe skuadra jonë. Edhe këto njerëz ku janë? Janë te grupi vogël. Ti shkon aty për të marrë një fjalë inkurajimi. Ti shkon aty për të dhënë një fjalë inkurajimi. Nga koha jote me Perëndin, Zoti të dha një varg, edhe ti e ndan me dikë. E ndan edhe i fol jetës së ti, jetës së saj. Sepse fjalët e urta çfarë thot 27? Hekuri mbrihet me hekur, njeriu me njeriu. Cila është tjetra? Kur mlidhemi te grupet e vogla, kur jemi bashkë, lutemi për njëri tjetrin. Tek historia jon, Davidi u vajos nga Samueli, por nuk ishte akoma mbret. Madje mbreti aktual u bë shumë xhelos, quhej Saul, edhe u përpoq ta vriste disa herë. Edhe këtë herë, personi që lutet për të, dikush është djali i mbretit. Është Jonatani, që ndihmoi dhe lutej për të. Ata gjem 1 Samuelit 25:15-16. Davidi ishte në shkretirën e Zifit në Horesh, edhe aty, kur pas se Sauli kishte dalë për t'i marrë jetën, Jonatani, biri i Davidit, u ngrit dhe shkoi te Davidi në Horesh. Edhe çfarë bëri? Shive çik pjesa fundit. I dha zemër në emër të Perëndisë. Sa qef? Dikush që lutet për ty dhe t'i jep zemër dhe t'i inkurajon dhe të forcon në emër të Perëndisë, është dikushi që të thotë që të mos dorëzohesh, mos heqësh dorë. Ja të lexoj ca përjetime tuaja të treve për ju në grupet e vogla dhe para dhe filloja me Borën. Bora thot, isha besimtar re kur bëra pjesë e një grupi të vogël dhe gjeta biseda të thella dhe kuptim plotë që nga fillimi dhe kanë qenë jetë ndryshuese. Isha pjesë e Explore, një vend ku një person i ri në besim vjen për të njohur kishën edhe Perëndin, edhe për mua ka qenë fiks kështu. Çdo javë Zoti kishte diçka për mua, gjë që më surprizonte shumë në atë kohë, edhe më emociononte sepse çdo herë gjeja zbuloja diçka të re. Edhe eksperiencën time dhe e përshkruaja me 2 Korintasve 3:18, që thotë kështu: dhe ne të gjithë duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, por si prej frymës së shejtë.
edhe është ajo thot, një nga përjetime më të veçantë e grupi vogël, ka qenë ke java që titullohej Zbulo frymën e shejtë. Te grupi im ishin 5 vajza dhe duhet të bënim për njëra tjetrën një vizatim profetik dhe i shkëmbenin vizatime duke u lutur për personin. Unë u preka nga vizatimi dhe një varg nga psalmet që një nga vajzat kishte shkruar për mua, edhe ishte specifik ai që më duaj. Unë edhe vajzat u mbushëm me shumë gëzim, edhe ishte një moment që ne gjitha tham, fryma e shejtë na foli të gjithëve. Ky ishte një përjetim i Borës. Alida ka thënë kështu, unë dhe Ervini kemi kaluar vështirësi të ndryshme si çift, por duke qenë bashkë e takimet e çifteve, duke diskutuar së bashku dhe duke diskutuar materialet tek takimet, problemet tona janë sheshuar. Nuk po them që janë zgjidhur komplet, por nëse nuk do të kishin qenë takimet e çifteve nga ku ke marrë lutje, ke marrë shtys për të qenë më të mirë edhe për të rregulluar qasjet tona dhe sjelljet tona ndaj njëri tjetrit, mendoj se nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Të mbledhur bashkë si çifte, duke ndarë nga këmbështrimet tona dhe duke krahasuar me ato që Bibla thot kanë qenë shumë ndim. Kurse Sia e treta, Sia thot kështu, kur isha në vitin e 2 bachelor, mori një ftesë nga një mekesha ime për të bërë pjesë e ICF Student. Kush është të ICF Student? Edhe Sia tha, ajo shoqja më shpjegoi që është si grupi vogël studentës, është pjesë e një kishe, mblidhen bashkë, ndajnë, mësojnë diçka për të njohur më shumë Perëndin. Të them të drejtën, nuk isha në gjendjen e duhur për të thënë po kaloj një periudhë shumë të vështirë në jetën time, ankthi më ishte bërë shoku më i afërm, isha aq i fortë sa më ndikoi edhe në shëndet, humba shumë kilogram në ato kohë, në një kohë të shkurtër, ndjesha e lodhur, e rënduar, me ndjej faji që nuk dija ta shpjegoja. Atëherë nuk e quaja mëkat, sepse ende nuk besoja, por diçka brenda meje nuk kishte paqe. Përveç kësaj jam natyre e turpshme dhe ideja që do të hyja në një ambient me një ristëri më duke e sikletshme, ndaj refuzova disa herë ftesën, edhe duke gjetur justifikime të ndryshme, derisa një moment ndjeva keq që po e shtyja vazhdimisht dhe vendosa të shkoja. Në ditën e parë, shkova te ICF Student. Joni, që është drejtuesi i studentëve, po ndante mesazhin dhe ironikisht unë nuk isha shumë e përqendruar. Mendja më ikte njëherë te telefoni, njëherë mendimet e mia, por në një moment Joni tha, këtë vargun, ju në fakt jeni shpëtuar me anë të Irit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis. Edhe në atë çast, diçka më goditi thellë brenda. Ishte sikur ato fjalë ishin vetëm për mua, sikur Perëndia po më thonte, prandaj je këtu sot, kjo është dhuratë për ty. Edhe për herë të parë ndjeva që nuk duhet luftoja vetëm, që nuk më duhet ta fitoja shpëtimin, as ta meritoja dashurinë. Hiri është dhuratë dhe ajo ndjej faji që më rëndonte prej kohësh filloi të shpërbëhej. Përjetimi im i parë me Zotin ndodhi pikërisht aty, në atë grup të vogël tek ICF Student. Edhe përmes një mesazhi që ndoshta për dikë tjetër ishte predikimi i radhës, për mua ishte shpëtim. Besoj me gjithë zemër që ai mesazh që më shpëtoi nga ajo situatë, përse nga trova? Besoj me gjithë zemër që ai mesazh ishte për mua dhe më shpëtoi nga një situatë që mund të kisha përfunduar shumë keq. Edhe që ai nga një moment nuk u ndava nga ICF Student, u lidha më një herë me ta, me shërbesën e adhurimit, me shërbesat e tjera, me njerëzit, një grup i vogël studentësh u bë vendi ku filloi historia ime me Zotin, edhe sot jam këtu për ta dëshmuar që ndërherë mjafton një ftesë, një po, për një grup të vogël që Zoti të ndryshojë rrjedhën e jetës tënde. Shumë faleminderit, një dorë të kite për Sia, për Borën, edhe sigur që secili për ju keni një copës historie se si Zoti ka përdorur dikë për të ndryshuar, edhe është shumë histori të tjera se si dikush ju gjen dikujt në urgjencë, një grup e ndihmoi dikë me gjëra praktike, një grup tha ne jemi bërë shok për kokë, gjithandej shkojmë bashkë. Siç thuhet e fjalë të urta, miku të do në çdo kohë, por vëllai lind për çfarë? Për ditë vështirë. Edhe grupet e vogla janë për një ditë vështirë.
Kjo zonja ka thonë kështu, Helen Keller ka thonë kështu. Është më mirë të ecësh me dikë në errësirë se sa të ecësh vetëm në dritë. Shumë domethënë se. Shumë e bukur. Pra e para, kur mlidhemi bashkë, shohim më të mirën të njëri tjetri. Ose presim që të marrim, ose jemi ne që ndajmë. Edhe e dyta, lutemi për njëri tjetrin. Edhe e forcojmë njëri tjetrin. Cila është e fundit? E fundit është, kur jemi bashkë, e themi të vërtetën me dashuri. Di që është e vërtet, por kjo është e nevojshme. Pse? Sepse jemi në udhtim edhe rruga nuk ka mbaruar. Dhe rrugës na duhen miq të tillë që na korrigjojnë, që na thon troç, që na këshillojnë, por me dashuri. Se po ta thon kështu egër ti dhe duke u mbrojt, edhe mbreti David ja futi kot një 2-13 herë. 2-13, po ja 2-3 poj herë. Ja futi kot ca herë, edhe u verbua aq shumë sa që nuk i shikonte ato gjëra si gjë e keqe. Ishin gjëra shumë të liga, ai keq përdori pushtetin, dëmtoi të tjerë me pushtetin që kishte, edhe nuk u verbua dhe nuk pedallonte që ka bërë një gabim. E njëjta gjë edhe me ne mund të përfshihemi në ca gjëra që bëjnë që është mëkat, është gaf, edhe është sikur verbohesh, nuk të duket sikur e normalizon mëkatin. Edhe nëse s'do kishte këtë shokun Davidi, nuk do shkruhej për Davidin ajo gjëja që lexuam te veprat. Nuk do shkruaj, pse? Sepse nuk do kishte mund me arrit lartësitë e reja nëse nuk do të kishte ndodh edhe kjo gjëja që ndodh një çik më poshtë. Edhe di kush ishte? Ishte profeti Nathan. Profeti Nathan shkon te Davidi edhe i flet me dashuri 1, edhe i flet me shëmbëltyr 2. Edhe njëri thot, po mirë me dashuri kuptova, po me shëmbëltyr pse i foli? Po se ishte mbreti lale. Po të bojë mbreti me nerva, ikte koka. Kështu që kjo ishte se si Zoti tha, thuaj të vërtetën me dashuri, por në një lloj shëmbëltyre, edhe di çfarë ndodhi? Ja tregoi këtë me shëmbëltyr, edhe Davidi u revoltua dhe tha, kush është ai njeri, liga, njeri poshtër, më i poshtër në gjithë Tiranë, apo s'është Tiranë, më i poshtër në gjithë Izraelin, ai është më i keqi. 2 Samueli 12:7. Është koha që Natani ja thot të vërtetën me dashuri. Ti je ai. Ti je ai njeriu. Edhe di çfarë ndodhi në histori, që nga ai moment mbreti David ju hapën syt për të dalluar se sa poshtë kishte rënë. U pendua thellësisht, i kërkoi falje Perëndis. Perëndia e restauroi, i dha përsëri hirin e tij. Por ama i duhej ky shoku që ja tha të vërtetën. E njëjta gjë, na duhen njerëz të ky grupi vogël që shohin cepat e jetës sonë që ne si shohim dot. Që na thon të vërtetën, na e thon me dashuri që po ja fut kot tu. Tu po e tepron. Me dashuri, sigurisht. Sepse fjalët e urta thot kështu. 27:56. Më mirë, çfarë është më mirë? Një qërtim i hapur, se sa një dashuri e pashprehur. Besnike janë plagët e një shoku dhe të rreme të puthrat e një armiku. Për këtë punë janë grupet e vogla. 3 gjëra ju nxis shumë, jini pjesë për 10 javë e grupeve të vogla ekzistuese, ose fillojeni vetë një grup. Edhe ka grup mosha mjaftueshëm, njerëz mjaftueshëm për të filluar një grup, ose bëu pjesë, ose filloje ti vetë me një grup rreth 3 vetash, 5 vetash, 6 vetash, por ama shiko, se 3 gjëra. Ç'a ishte? Në atë grup kur është dikush që shef një gjë të mirë për jetën tënde, shef një anë të mirë ke ty, edhe ta thot një fjalë inkurajimi. Edhe dyta është dikush që lutet për ty. Edhe treta është dikush që të flet hapur, me dashuri, por të flet hapur. Prandaj të nxis shumë. Bëu pjesë e grupet vogla, sepse kur bëhesh pjesë e kësaj bashkësie të re, çansat janë, të shkosh më lehtësisht te lartësitë e reja
që Zoti ka për secilin prej jush.